Bakllavë tradicionale me peta të thellura, një recetë e vjetër e nënave, gjyshëve tona, të cilat e kanë përgatitur në raste të ndryshme festive, një bakllavë që shkrihet në gojë me një kohë të gjatë për përgatitje, është shumë e mirë, ja vlen me provu këtë recetë. Filloj me përgatitjen, në fillim marrim një një të madhe dhe shtojmë vezë. Vezë na duhen 2 vezë të plota, mirë po duhet që të sigurohemi që vezët më së paku të qëndrojnë në ambient vrome për 2-3 orë. Shtojmë vezët e plota dhe tash ja shtojmë 4 të verdha të vezës. Me një tel kuzhine e përzijmë masën mirë. Besoj se është mjaftueshme. Tash ja shtojmë pak krem apo me majë të gishta, gjysmë lugëve të çajit jam duke i hedhur. E përzijmë masën. Ja shtojna 2 gota nga 200 ml shemë pas. Dhe kosi pa tjetër duhet të qëndrojë në ambient vrome për 2-3 orë. Nuk guxon se të jetë nga frigoriferi. Një gotë 110 ml shmëqosht. Dhe masën e përzi përsëri mirë. Besoj se është mirë. Ja shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me uthull bardh, uthull ushqimore. Uthulla ndihmon që baklava të bëhet më shkret, përsëri e përzi. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj një gotë 200 ml shmëval. Dhe përsëri tash masën do e përzimi, po do e përzim më gjatë sepse vaji më vështirë bashkohet me përbërës së tjerë. Besoj se është mjaftueshëm dhe në fund e shtojna millin. Masat e millit nuk dihen fikse, do na duhen dikon rreth 1 kg 200 apo 300 gram, mirë po asnjëherë nuk duhet që të bazohemi në këto masa, sepse më varet nga marka e millit dhe masia e vezëve. Shtoj një pjesë të millit kështu dhe ja shtoj një pluhur për pjekje. Edhe pse pluhuri për pjekje nuk ka ekzistuar në recetat tradicionale të gjyshëve tona, unë do ja shtoj pasi do e bëj më të mirë, do jep një pamje më të mirë baklavës, do fryhet më shumë. Dhe fillojmë që ta punojmë brumin me dorë. Duhet na del një brum si brumi i tatlijave tradicionale. Shtoj mill e punojmë këtë mënyrë kontrollohet rastësia. Është bërë në mënyrë shumë e mirë nga të verdhat e vezës. Zakonisht kur ta përgatitni këtë baklavë duhet që ta përgatitni me vezë fshati. Kam punuar brumin, kam punu derisa largu plotësisht nga dora, është bërë një brum jo shumë i fortë, ja e vërej një trasi mesatare, në këtë trasi më lehtë do bëhet hapja e petave. Tash enën ndodhet brumi e mbuloj dhe lën në ambient rrëdhome që brumi të pushoj dikon për 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena. Hidhim vetëm se pak mirë në tavolinë dhe e kalojmë brumin. Është bërë një brum shumë i mirë, një brum elastik. Tash e punojmë pak brumin. Është bërë një brum shumë i mirë. Dhe fillojmë që brumin ta ndoj në pjesë të vogla. Vetëm munduhem se cilës pjesë t'ja jap masinë e njëjtë. Në fillim brumin e ndoj në 2 pjesë dhe se cilën pjesë do e ndoj në 25 copë. Kështu kjo masi e kuleçve është e mjaftueshme. Sa më të vogla kuleç, aq më mirë të del baklava.
Kam ndarë brumin në 50 pjesë, tash secilës pjesë jep formën e një kulaçi. Jam mundu që secilës pjesë jep masinë e jetë. Mundohem që kështu kulaç t'i formoj pa miell. Më të mira do dalin, nuk do forcohen shumë, sepse mielli gjatë rrokollisjes do i bëjmë të forta, kështu të ngelin në trashësinë e jetë. Këtë mënyrë gjithë kulaçe japin formën. I kam formuar gjithë kulaçet, tash marr një tepsinë cilën e kam lyer me vaj dhe i vendosi kulaçet e formuar kështu tek tepsina. Të gjitha dhe i vendosi. Kam hedhë pak gjallë tepsinës, gjallë të ngrirë. Pasi gjithë kulaçet i kam vendosur në tepsinë, tepsinën e mbuloj me një foli najloni që kulaçet mos vendosin fore nga pjesa e sipërme dhe të rrinë më ngrohtë. Ashtu do e mbuloj edhe me një pecetë kuzhine që të rrinë më ngrohtë kulaçet dhe përsëri i lojna në ambient ndrollume që kulaçet të pushojnë për 40 minuta tjera. Kulaçet kanë pushu mjaftueshëm, tash e morim dhe bëjmë gati mishesjen për hapjen e petave. Për këto masa na nevojitet 1 kilogram me mishesje dhe grizë, dikon rreth 80 apo 90 gram. Ja shtojna mishesës, griza duhet jetë e një dhe e përzim kështu mirë që përhapet në përgjithë mishesën. Tash filloj me hapjen. Kështu, i largoj unë hapjen dhe bëjmë nga 2 kulaç duke i rrokollisur paralel, kurse ju mund ta bëni vetëm se me 1 kulaç. Qofse nuk dini me 2, unë me 2 mundem të bëj hapjen, më lehtë më shpejt të shkoj. Ju mund ta bëni vetëm se me 1 kulaç. Kanë pushu mjaftueshëm kulaç dhe janë bërë elastik. Marrim kështu misheste dhe në fillim i hapim në masi dikon rreth 13 cm. Mundohem që toj misheste sa herë që të ka nevojë. Që formu një brum butë i mirë, më shpejt bëhet hapja në këtë mënyrë. Besoj se është mjaftueshëm. Tash marrim kulaçin tjetër dhe kulaçin tjetër e hapim në masinë e kulaçit të parë. Shtroj mishestet tek kulaçi i parë dhe vendosi kulaçin tjetër. Dhe filloj të bëj hapjen. Në fillim do e hapi kështu. Edhe misheste dhe bëj rrokollisjen tek shkopi. I rrokollis të dyja për një herë paralel. Dhe kështu shumë lehtë, duar dhe 3 herë bëj hapjen, tash e rrokollis. Edhe misheste tek kulaçi, tek peta e parë, më falni. E vendosi petën e dytë. Shtroj misheste dhe shkopin e vendosi nga ana e kundër. Këtë mënyrë do shkojmë në mënyrë rrethore. Kështu përsëri 3 herë. Unë jam duke demonstruar mënyrën se si bëj hapjen e 2 petave paralel, kurse nga një do e kemi shumë më lehtë. Përsëri do i shtroj misheste, nëse ka nevojë, vendosi petën tjetër kështu paralel dhe filloj që të bëj rrokollisjen. Në këtë mënyrë i rres të 2 petat në masi të tepsisë. Unë jam duke demonstruar mënyrën për tepsi 55 në masi më të madhe. Kështu paralel nuk do ngjiten dhe do e keni shumë lehtë. Që vëreni ndohen, nuk ngjiten.
Mishestja nuk le dhe griza që të bëhet ngjitje. Vazhdojmë tutje me hapjen e petave në këtë mënyrë. Besoj se është mirë, i kam hapë në masi e tepsisë, janë më të mëdha se masia e tepsisë, dikon rreth 60 cm apo më shumë, duhet janë më të mëdha, sepse duhet del jashtë dhe siç e vëreni nuk janë ngjitur asnjëra nga petat. Tash do bëjmë tharjen, do i rrotullos kështu nga një në shkop dhe do i vendosim në një qershaf që të bëj tharjen. Unë jam duke përgatitur këtë bakllavë në mënyrën ashtu siç e kanë përgatitur më parë gjyshët tona i kanë tharë petat. Në skajin tjetër të tavolinës së punës kam vendosur një qershaf të pastër dhe i vendosi petat kështu një nga një që të bëhet e tharja. Bëj hapjen e petave në masinë e dëshiruar dhe i vendosi kështu që të thahen. Vendosi edhe në pjesë tjera të shtëpisë kështu në qershafa të pastra derisa të bëj hapjen e gjithë petave. Janë këtë mënyrë do i thaj gjithë peta duke i vendosur kështu në qershafa të pastra që të thahen derisa të bëj përgatitjen e petave tjera. Kam vendosur petat tek qershafi për tharje, para se të filloj që të bëj hapjen e petave tjera. Tavolinën e punës e pastroj vazhdimisht nga mishesja e cila ka ngelur nga hapja e petave të mëparshme, sepse kjo mishese do i cotoj petat që do i hapim tash. Tash marrim përsëri 2 kulaç tjera. Kështu në këtë mënyrë i hapim 46 copë, duke bërë tharjen. 46 kulaça i hapim dhe i thajmë, kurse 4 kulaça nuk do i thajmë, kështu pasi i hapim do i vendosim 2 në pjesën e poshtme të tepsisë dhe 2 sipër, ato do i lajmë për në fund, duhet i vendosim ashtu të freskëta, jo të thara, dhe në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me hapjen e gjithë baklavës, kështu, duke ja dhënë masi 2-13 cm, duke hedhur një sheste dhe grizë sa herë që ka nevojë, duke i rrokollisur, duke bërë hapjen paralel që mos ngjiten. Mënyra është shumë e thjeshtë e hapjes, ju mund ta bëni edhe nga një kulaç, nuk do ketë problem, mirëpo nga 2 do e keni shumë më lehtë, më shpejt shkon. Besoj se është mjaftueshëm. Hedhim sheste, shtrojmë petën tjetër, përsëri një sheste. Vazhdojmë hapjen. E të mundohem në formë rrethore. Marrim një petë, rrokollisim te shkopi, shtrojmë sheste, përsëri e kthejmë dhe fillojmë që të bëjmë hapjen në masinë e dëshiruar. Kemi hapur gjithë petat e baklavës, na kanë ngelur vetëm 4 kulaç, 2 kulaç i hapim dhe i vendosim në fund të tepsisë. Mënyra e hapjes bëhet njëjtë, ashtu paralel, kështu duke i hapur që mos ngjiten, duke u hedhur një sheste dhe grizë në mes. Mënyrë të njëjtë i hapim dhe kulaçet e fundit, vetëm se këto nuk do i thajmë. Do i vendosim 2 peta direkt në tepsi dhe 2 tjera do i lajmë në pjesën e sipërme. Kam hapur 2 petat e fundit, tash kështu direkt do i vendosim në tepsi. Siç e kam thënë në fillim, tepsia është me dimensione 55, nuk do i lajmë që të thahet.
Duken t'i përhapi mirë në kësi përfaqe si. Besoj se shumë mirë janë. Tash filloj që t'i vendosi petat e thata, petat e terura. Një nga një, mund t'ja hedhni gjallë, fin tash spërkat në gjallë, mund t'ja shtoni në fund, unë do ja shtoj në fund. Kam palosur kështu, derisa I kam afruar afër tepsisë. Disa janë coptuar, po nuk do ketë problem, pasi do dalin shumë të mira. Kam vendosur 25 fejt, tash do ja hedhi arrat, kështu në mes. Mund t'i hedhni edhe 2 renda me arra, po unë do ja hedhi një rend. Unë kam dikun rreth 500 gram me arra, cilat I kam bërë në blender. Mundohem që t'i përhapi mirë në përgjithësi përfaqen. Kam përhapur arrat, se për arrave do hedhi 100 gram me grizë. Ju mund që mos t'i shtoni, unë I shtoj sipas dëshirës. Griza s'ka ekzistuar në recetën tradicionale, mirë po e bën me të shkret për ta konsumuj. Mundohem dhe grizën ta përhapi mirë. Besoj se është mirë. Tash sepër do vendosim 25 peta tjera. Tu kam 23 peta të thora, 2 do ja vendosi ashtu direkt të freskëta. Këtë mënyrë I vendosi gjithë petat. Tash filloj me hapjen e petave të fundit, të cilat do I vendosi direkt, nuk do I teri. Kështu I hapin në mënyrë të njëjtë sikurse petat e mëparshme. Hapja bëhet paralel, duke mos u gjitë njëra tjetrën. I kam vendosur gjithë petat e thata dhe sepër ja vendosi 2 petat e njoma, që nuk do I thoj direkt nga hapja, do I kaloj kështu në tepsi. Mundohem që t'i hapi mirë në përgjithësi përfaqen. Besoj se është shumë mirë, tash do bëjmë prerjen. Pasi kemi vendosur gjithë petat e baklavës, atëherë bëjmë prerjen. Në fillim ja prejmë kështu ansorët, pjesët e petave të cilat kanë dalë jashtë tepsisë. Nga të gjitha anët ja prejmë në këtë mënyrë. Mundohem që në formë të pjertë të bëj prerjen. Pasi ja kam largu qoshët, atëherë baklavën e prej në 2 pjesë të barabarta. Nëse keni një matës, mund të përdorni, thika patjetër duhet jetë shumë e mrehtë, që të bëhet prerja shumë mirë. Pasi e kam prej në 2 pjesë të barabarta, tash do e prej në 4 pjesë të barabarta. Tash se cilën pjesë e ndoj përsëri në 2 pjesë të barabarta. Kam ndarë në 8 pjesë, tash se cilën pjesë do e ndoj nga të 2 anët, nga 3 pjesë, në mënyrë të pjertë. Do me thënë do e prej në formë të yllit. Kjo është një ndërprerje tradicionale, ashtu si që kanë prej dhe më parë gjyshët tona, ato I kanë thënë dilima. Vërtej dalin shumë bukur, sepse kur të servohet baklava, gjithë pjesët janë të njëjta. Ja, pra në 3 pjesë. Përsëri nga ana tjetër në 3 pjesë, mirë po
Asnjë pjesë nuk do e prej deri në qosh, do e shihni tash si do bëj prerjen. Dhe qoshi i fundit nuk bëjmë prerjen. Dhe marr një thik pak më të vogël, pak e më lehtë, mirë po thika duhet të jetë e mrehtë. Ja deri këtu bëjmë prerjen, kësaj pjesës së ngelur nuk e prejmë. Përsëri dhe tek e dyta veprojmë njëjtë. Deri këtu. Dhe te treta. Ja, ka dalë shumë bukur. Ta shprejmë pjesën tjetër, mirë po tek pjesa tjetër bazohemi tek prerja e parë. Pasi kam bërë prerjen e baklavës, tash do ja shtoj sipër gjalpin. Për këtë baklavë na nevojiten 1 kg e 200 gram me gjalp, mirë po e leni mirë që të djegët derisa vallti t'i kaloj kështu sipër. Unë jam duke përgatitur me të lynë lope, patjetër baklava tradicionale duhet të përgatitet me të lynë lope, sepse do bëhet më e mirë, mirë po recetës mund t'ju përshtatni me margaren apo puter dhe asesi nuk guxon që baklavës të hidhet vaj, sepse do merr një erë shumë të keqe dhe nuk do jetë e mirë baklava. Unë kam hedhur kështu gjalpin në një të tillë për salca që ta kem më lehtë që t'ja hedhi sipër. Vazhdimisht do e hedhi në një të tillë dhe më lehtë do ja kaloj sipër baklavës. Kështu do mundohem nga gjitha anët e sidomos më shumë nga rradhët. Vazhdimisht do hedhi këtu dhe do kaloj gjalpin mbi baklavë. Mundohem që ta bëj mirë me të lynë, gjithë baklavën çdo pjesë, ta lagoj me të lynë. Më e rëndësishme janë rradhët, që të kenë të lynë mirë, ju dhe me lugë mund t'ja kaloni. Pasi sipër ja kam kaluar të lynin, tash marr tenxherën dhe vendosi nën tepsinë dhe mundohem kështu me lugë nga gjithë anët të hedhi, që më mirë të depërtoje nga rradhët. Kështu nga gjithë anët veproj. Ja kam hedhur sipër gjalpin, kurse pjesën e ngelur në fund nuk e kam shtu, pasi do i formohen disa njolla. Kjo është dhalti i cili është djegur, i formohen njolla të zeza pas pjekjes. Baklavën unë do e pjeki në tupan, zakonisht pjekja bëhet varet nga tupani juaj. Unë në fillim do e fus në tupan temperaturë 250 gradë për 5-6 minuta dhe më pas do e uli temperaturën në 100 gradë dhe do e pjeki rreth 2 orë, 2 orë e gjysmë, duke kontrolluar vazhdimisht. Pasi ta pjeki 10 minuta në 250 gradë, ja vendosi sipër një tepsi në masinë e kësaj tepsie dhe në atë mënyrë do bëj pjekjen. Pasi është pjekur baklava, e kam larguar nga zjarri dhe e kam lënë që të ftohet plotësisht. Është pjekur shumë mirë. Gjatë kohës së pjekjes e kam kontrolluar vazhdimisht. Tash do përgatisim shërbetin pasi është ftohur baklava. Pasi baklava është ftohur, përgatisim shërbetin. Në një tenxhere më të madhe shtoj 2 kg e 100 gram me sheqer. Ja shtoj 1 litër e 110 ml me ujë. Dhe një vanilë sheqeri për aromë. E përzim kështu dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare, e zim shërbetin derisa të vlojë duke e përzier vazhdimisht. Shërbeti ka fillu që të vloj, tash ja shtoj na lëngun e gjysmë limoni, ta shtrydhim një gjysmë limoni dhe ulim temperaturën në minimale dhe zim shërbetin për 15 minuta tjera.
Pas 15 minuta zirje, shërbeti është gati të largohet nga zjarri, po njëherë dhe provojmë sa është gati, morim pak dhe hedhim kështu në thua, në qoftë se nuk largohet, lërë nga tholi, atëherë është gati që të largohet nga zjarri. Pasi e kam larguar shërbetin nga zjarri, ja hedhi gjysmë gote çajit me ujë të ftohtë. Uji ndihmon që mos të kristalizohet shërbeti pasi t'ja hedhim baklavës. Dhe shërbeti tash është gati pasi kam bërë përzierje. Baklava është e ftohtë plotësisht, kurse shërbeti është vali nxehtë dhe ja hedhim kështu. Mundohem çdo pjesë të baklavës ta bëj me shërbet. Dhe të gjitha anët të shtoj. Ja kam hedhur shërbetin baklavës, tash e lëm kështu të zbuluar për 1 orë në ambient dome të qëndroj dhe më pas do e mbuloj me një tepsi tjetër, e lëm dikon për 24 orë që ta merr shërbetin dhe më pas do jetë gati për konsumim. Baklava është gati për konsumim, ka qëndru për 24 orë, e kam marrë mirë shërbetin, e kam mbulu pas 1 ore si që kam thënë. Tash do I largoj disa pjesë dhe t'ju demonstroj se si ka ndalur nga mbrëmësia, vërtet ka një shije shumë të mirë. Kam ndarë disa pjesë që t'ju demonstroj, vërtet ka dalë shumë e mirë, është e shkret, vërehet, nuk është e burë, e qullosur, është një baklavë shumë e mirë, e shkret, një recetë shumë e vjetër, edhe pse merr pak kohë për përgatitje, mirë po ja vlen. Gjithë ju motra që e përgatitni në këtë mënyrë, këtë baklavë ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës, urime festa e Bajramit.